Në sheshin përpara bashkisë u zhvillua një aktivitet festiv me rastin e ditës europiane të gjuhëve, një nisëm e Këshillit të Europës që prej vitit 2001, e cila ka për qëllim promovimin e diversitetit gjuhësor dhe kulturor në Europë. Në këtë panajër morën pjesë shkollat nëntëvjeçare dhe të mesme, si dhe qendra të gjuhëve të huaja, të cilat prezantuan projekte, stenda informuese, materiale kulturore dhe aktivitete ndërvepruese që synojnë të nxisin ndërgjegjësimin për rëndësinë e mësimit të gjuhëve të huaja dhe ruajtjen e gjuhës amtare. Sot përmes këtij panajiri, ne nuk po prezantojmë thjesht gjuhë, po prezantojmë copëza historie, kulture dhe lidhje që na afrojnë me pjesën tjetër të Europës. Pjesëmarrja juaj sot, me projekte, me stenda, prezantime apo programe artistike, është një dëshmi e gjallë e dëshirës për të mësuar, për të komunikuar dhe për të ndërvepruar me botën. Por në të njëjtën kohë, kjo ditë na kujton se gjuha jonë shqipe është një pasuri kombëtare dhe pjesë e trashëgimisë europiane. Detyra jonë është ta ruajmë, ta kultivojmë, ta promovojmë, ndërkohë që përfaqësojmë me respekt dhe përqafojmë gjuhët e tjera si shenjë e një shoqërie të hapur, moderne dhe bashkëkohore. Shkodra është qytet që dihet që ka një traditë arsimdashëse nga një anë, por nga ana tjetër ka kultivuar fort edhe traditën për fjalën e bukur, është pak fanatike për gjuhën shqipe dhe veçanërisht për dialektin shkodran nga një anë, por nga ana tjetër është shumë e hapur edhe për diversitetin kulturor që Shkodra ka. Gjuha jon është identitet kombëtar që na identifikon të gjithëve dhe është detyrë jona për ta ruajtur dhe për ta promovuar nga një anë, por nga ana tjetër përshtatja, qasja dhe njohja e gjuhëve të huaja sigurisht na ndihmon shumë edhe në hapjen ndaj vendeve të Evropës, ashtu siç Shqipëria don. Fakulteti i Gjuhëve të Huaja ku shtyllat kryesore të saj janë cilësia, çfarë do të thotë, se çfarë ato do të mësojnë, profesionalizmi, i cili do të thotë mënyrën se si transmetohet dijet për të fituar sa më shumë eksperiencë, është bashkëpunimi, ndërveprimi pedagog dhe student dhe ndër të tjera pastaj transparenca. Aktiviteti u shoqërua me këngë, poezi, lojra gjuhësore dhe paraqitje kulturore nga nxënësit, duke e kthyer sheshin në një mozaik gjuhësh dhe kulturash europiane. Dita Europiane e Gjuhëve shërben si një kujtesë vjetore për rëndësinë e të qenit shumë gjuhësh në një botë gjithnjë më të lidhur dhe të larmishme.